Edhe sot korridoret e gjimnazit Kiril Pejqinović mbeten bosh. Nxënësit nuk hynë në klasë dhe mësimi nuk u zhvillua, edhe pse ishte ditë e hënë. Shkak për këtë është një person me një adresë elektronike fiktive, i cili vazhdon të dërgojë alarme të rrejshme për bombë. Autoritetet ende nuk kanë mundur të zbulojnë se kush qëndron pas këtyre mesazheve dhe çfarë qëllimi ka. Drejtori i shkollës Jeton Kamberi thotë se përveç shqetësimit për nxënësit, këto alarmime po humbin shumë ditë mësimi. Te ne është rekordi, do thotë është 12 herë. Për ndikimin fillimisht ka qenë edhe frikshme edhe për nxënësit, edhe për panikun e shkaktuar edhe ndaj kolegëve, nxënësve gjithandej, mirë po tash te shkolla jonë kjo është bë edhe rutinë, edhe nxënësit janë mësu. Bile të them drejtën, fillimisht kemi llogaritur në atë aspektin e ndikimit negativ te procesi mësimor në gjysmëvjetorin e parë, mirë po te nxënësit ka qenë edhe si të ri ato që janë edhe dëshirë e largimit. Tash që kemi filluar në gjysmëvjetorin e dytë është bë shqetësuese, jo alarmi i rrejshëm për nxënësit, po është bë edhe te ato procesi, është bë domethënë monotone dhe kërkojnë edhe ata që mos të dilet, por kjo nuk mund ndodh nga ana jonë, sepse vjen policia na informon që nxënësit duhet të dalin dhe të tërhiqen. Alarmi i rrejshëm për bombë ka prekur dhe 10 shkolla në Tetov, 4 të mesme dhe 6 fillore, duke bërë që mësimi të mos zhvillohet në asnjë nga shkollat e qytetit. Ndërkohë, sektori i arsimit në Tetov po kërkon përgjegjësi nga organet kompetente për dërgimin e këtyre alarmeve dhe për sigurinë e nxënësve. Shkollat kanë dërguar shkresë zyrtare deri tek SPB me qëllim marrjen e informacionit zyrtar për situatën dhe udhëzimet për veprimet e mëtejshme. Institucionet kompetente po ndërmarrin masa të vazhdueshme për garantimin e sigurisë së nxënësve dhe stafit, ndërsa situata monitorohet në koordinim të plot me organet e rendit. Palajmërime për bomba ka pasur edhe në disa shkolla të Shkupit.